Libra është një lloj shkrirje, është shumë e rehatshme, pasi gjatë kohës që ti bën shkrirjen, je shtrirë dhe kjo të ndihmon që ndihesh më komode me nxehtësinë. Kjo të ndihmon për të shkrirë dhjamat dhe ujërat e trupit. Dhe sa kohë qëndron ti këtu afërsisht? Rreth 10 minuta çerekore. Është shumë i rehatshëm. Personalisht është një nga proceset më të rehatshme sepse je shtrirë dhe ti vetëm ndje kalori. Vetëm nxehtësi dhe djersit shumë. Kemë 3 ditë që vazhdoj bëj seancat, kështu që është disa herë, për sot është e dyta. Për sot është e dyta. Për sot është e dyta. Dhe nga momenti i parë që ne jemi takuar deri tani, si je me rezultatet? Minus 3 kg. E kënaqur? Shumë e kënaqur. Dhe sa do heqim sa? Shpresojmë edhe 2. Edhe 2, pak. Pa dhe pa. Dilda, të pam të relaksuar, të pam që e kishe shijuar të paktën atë pjesë të procesit që ne kemi kapur në kamerë. Atë ndjesh përkëdhelur nga stafi, nga vajzat që kujdesen, është realisht shumë mirë, sidomos për njerëz që përtojnë të bëjnë aktivitet fizik si puna ime. Për të dhe janë dhe nuk kanë mundësi. Realisht brezi im është një brez që nuk është shumë aktiv, vetë jeta studentore, preferojmë më tepër që të shpenzojmë një orë para internetit sesa një orë në palestër. Unë kam zgjetur zgjidhjen, është Anila, dhe sugjeroja të gjithëve. Anila realisht më ka ndihmuar, nuk është hera parë që unë bashkëpunoj me Anilën, si që përmendë në insert, në 2 konkurse që unë ka marrë pjesë. Anila ka qenë shpresa ime në momentin e fundit, unë do të mbisja kilogram, sepse siç dihet të merresh me modën, me gjëra trupi është i rëndësishëm. Po kushtet janë goxha të mira dhe të rehatshme, komode, ti ndjehesh komode. rehat. Jo, edhe